po i mbështesim fëmijët me nga 100 euro para vitit të ri edhe po ashtu të moshuarit mbi 65 vjeç. Mirë po dashur qytetarë, ne këtë e kemi bërë edhe vjet edhe par vjet. Pra nga 100 euro nuk është që për herë të parë po e bëjmë në një ndarje të tillë. Përkundrazi, do të ishte pa drejtësi nëse nuk do ta përsërisnim këtë gjë të mirë që ju nevojitet këtyre dy kategorive kaq të rëndësishme për shtetin tonë e për të ardhmen tonë. Të dashur qytetarë të Gjelanit, ju që jeni këtu, edhe ju të cilët e kishit të pamundur të hyni në këtë sallë të stërmbushur e që jeni edhe më shumë se kaq këtu brenda, atje jashtë tek shkollët e teatrit, ju faleminderit shumë për këtë mikpritje masive e kaq të përzemërt, përderisa marshojmë bashkë drejt 28 dhjetorit, kur do të shënojmë një fitore të madhe, edhe më të madhe se me 9 shkurt se vjet. Fushata jonë udhëhiqet nga 2 slogane. Në njërën anë themi siguri dhe begati, sepse siguria është edhe mundësia edhe garancia për begatin, por gjithashtu begatia është edhe dobia dhe kuptimi i sigurisë, por në anën tjetër për siguri e për begati, për ma shumë siguri, për ma shumë begati, themi mos u shope. Qeverisja jonë gjatë këtyre gati 5 viteve i ka pasur 5 çështje kategori e fushvërimtari kryesore, të cilat na kanë bërë qeverisjen padyshim më të mbarë e më të mirë në Kosovën e pas luftës. Nënat, fëmijët, veriu, bujqësia, ushtria.
pse ka qenë e mundshme që të bëjmë këtë investim të madh në ushtrinë e Republikës dhe për shtresat në nevojë, me qenë se është rritur ekonomia. Rritja ekonomike ka qenë mesatarisht 6% vet, asnjëherë nuk ka rënë nën 4% vet, dhe bruto produktin vendor, të cilën e kemi gjetë 7 miliard në vitin 2021, si vjet është 11 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard, pra për çdo vit ja kemi shtu ka 1 miliard ekonomisë sonë, e atyre para rendësve tonë u duheshin 3 vite për 1 miliard, që do të thotë se për rritjen ekonomike ne jemi 3 herë më të shpejt se ata. Rritja ekonomike është përkthyer menjëherë në rritje të buxhetit shtetit. Buxhetin e shtetit në vitin 2021, kur e kena marrë detyrën, e kemi gjetë 2.4 miliard, që na patën lënë dueti atëhershëm qeveritar Hoti Bajrami. 3.6 miliard është buxheti si vjet, pra 50% më shumë. Vitin e ardhshëm, vendimi i parë që do të marrë është ligji për buxhetin 2026. Në legjislaturën e 10 do ta votojmë 2 lexime në kuvend, 4 miliard euro, 2/3 më i madh se në vitin 2021. E tash dashur qytetar, shtrohet pyetja pse buxheti e rritja ekonomike ka qenë e mundur. Për shkak se është rrit qarkullimi i bizneseve. Në vitin e parë para pandemik 2019, se nuk mund të krahasohem me vitin 2020, që ka qenë vit pandemik dhe është kurrë ekonomia, e kur krahasojmë mandej dalin shifrat e fryra, krahasojmë me vitin e parë para pandemik 2019, është dyfishimi i qarkullimit të bizneseve në sektorin privat. Prej 12.5 miliard në vitin 2019, 25 miliard si vjet. E qarkullimi i dyfishuar i bizneseve në Kosovë ka shënuar edhe profit të lartë si asnjëherë më parë. Pra ka qenë jo vetëm qarkullim, po edhe akumulim. Si vjet, 230 milion euro kanë paguar bizneset private tatim për buxhetin e shtetit, me qenë se tatimi është 10%, fitimi i tyre ka qenë 2.3 miliard euro. E para qeverisje sonë, kur bizneset në përgjithësi nuk i kanë prek 900 milion euro fitim. 2.3 miliard është fitimi i korporatave Republikën e Kosovës për vitin 2025. E tash shtrohet pyetja tjetër në këtë përgjigje. Pse fituan kaq shumë bizneset? Pse qarkulluan kaq shumë? Si u mundsua një gjë e tillë? Për bindjen time, kjo ka qenë e mundur për shkak se nuk mund ta gjeni asnjë biznes në këto gati 5 vite që nga kryeministri, ministrat, zëvendësministrat ose kabinetet tona në qeverinë e Republikës i kërkon dikujt ndonjëherë ndokund ryshfet para se me fillu biznesin ose haraç për të ndo fitimin me ta në fund të biznesit. Pra, drejtësia, sundimi ligjit, transparenca, antikorrupsioni është shëndruar në rritje të bizneseve, në rritje ekonomike dhe gjithashtu në rritje të buxhetit të shtetit. Andaj edhe kemi pasur dyfishim të eksporteve, kemi pasur dyfishim të investimeve të huaja direkte dhe qeveria jonë është karakterizuar me 2 drejtime kryesore që përbëjnë shinat e binarëve të trenit ton progresiv. E kemi thurë thesin si buxhet të shtetit, e kemi qep thesin si buxhet të shtetit,
e kemi thur gardhin si kufit Kosovës. Këto dyat i kemi bërë bashkë. E dashur qytetar, kur e kemi qep thesin, me gjilpër të vendi ku ishte i shqyer thesi, janë një disa piskama, disa bërtima. E kjo ka ndodhë sepse aty ku ishte thesi i shkym, nuk ishte i shkym thesi vetvetiu, po dikush i kishte gishtat, dikush i kishte duart aty ku ishte shky thesi si buxheti shtetit, e që ne po e qepnim me gjilpër. Pra me gjilpërën tonë, ne ja kemi shpu duart, gishtat dikujt që i ka pas aty ku ka qenë thesi i shkym, por ne nuk mund të ndalemi. Ata duhet t'i largojnë duart nga thesi dhe thesi duhet të rritet në mënyrë që të kemi gjithnjë më shumë çka të shpërndajmë dhe pikërisht këtë e kemi bërë në këto gati 5 vjet e do ta bëjmë gjithnjë më shumë në mandatin tonë të tretë. Ja dy shembuj të thjesht të qepjes së thesit. Një terminali doganore i ka pas shteti i Kosovës gjithnjë, veç një terminal doganor na kena gjetë të shteti. 10 i kishim pas privatizu. Të shteti terminali doganor në aeroportin ndërkombëtar Prishtinës. Sot që po flasim, 8 terminali doganore i përkasin shtetit, ato 3 që kanë me të privati, krejt kthehen pranverën e vitit 2026, bëhen publike pra të shtetit. Ose tjetra, ndërmarrjet publike qendrore. 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova. Kur e kemi marrë ne detyrën, vetëm 2 kanë operu pa humbje. Sot, ma shumë se gjysma e tyre. Në 3 vitet para nesh, 2016-2019, humbjet kumulative të ndërmarrjeve publike kanë qenë rreth 59 milion euro. A sot, fitimi kumulativ është rreth 195 milion euro. Andaj, kur dëgjoni piskamat e bërtimat e sharjeve, ofendimeve, fyrjeve, dijeni që janë për shkak se ua ka shpu gjilpëra e shtetit të drejt, teksa qepte thesin e shkyer, gishtat edhe duart që i kishin aty ku s'dohet. Arsyeja tjetër, pse qarkullimi biznes